A ke pa që dojë që budallakia s'ka e s'ka, po ke që kjo që aty ofër. Tash. Budallakia edhe gjithësia, po për gjithësin ka dilema. Për gjithësin halja se ndina. Nuk e di për budallakin e dim që s'ka skaj. Tash, për demokracinë e brendshme në Asamblejë. Që është e vërtet që unë mendoj partitë politike në Kosovë, të demokracia e brendshme të qalojnë se cila në formën e vetë dhe në mënyrën e njëjtë. Mirë po, demokracitë brendshme, nëse e shohim kështu nga një perspektivë objektive, ka mas paktin lëvizje me të ndosje. S'kisha me thonë. Mas paktin. Pse fitoj? Po, zotë Ramabaj, na përmendë më herë, kanë fitu edhe tjertë. Jo, Për shembull, 51% s'ka lidhje fitu. se ka fitu. As LDK-ja s'ka fitu pas Po luftës. s'ka lidhje, fiton 50%, ja fiton 30%, ka fitu. Nëse fitu. do t'ishte mungesa e demokracisë brendshme prodhon pakënaqësi. Pakënaqësia prodhon mungesë vullneti për aktivizëm. Zinxhiri shkon kështu. Ti i din këto. Demokracia brendshme mund mos jetë e shkëlqyeshme, po megjithatë aty ka diskutime, ka njerë ka knatësi, do më thonë njerës që të knaqën brenda partisë politike sepse kanë hapësirë, nga njëherë sepse kanë interesa, nga njëherë sepse më ngri kundër liderit është e pamendume. Për shembull, njerës kanë duru diktatura me 50 vjetë, apo jo, a kanë qenë knaqën? Jo, a ka pas disidencë, për shembull, që ta zënë në Shqipërinë e Enver Hoxhës, a ka pas disidencë? Jo. A kanë qenë njerës knaqën? Jo. Do me thonë, kjo nuk është shaj e demokracisë, veç pëse s'po flasin njerës. Kisha me thonë që s'kanë qenë të knaqër. Veç pëse s'po flasin. Ti po thu që kanë qenë të knaqër, të jetu në Enver Hoxhën. Kanë qenë të knaqër. Në Enver Hoxhën? Po. Ah, okej. Tash pe kuptojsh ma demokracinë. Mund të ishte Qasi demokracie, veç me të ndosja ka, pajtonë. Ja, të pajtonë. Na nuk du... Mirë po, që. A dëgjoj Lea Ypin, ajo ka trajtuar si personazh. Pse? Sepse ju ka dasht para se të shndrotaj në diktatorë në pasë si ka qenë. Zotë Ramabaj, nuk ta kontestoj të drejtën ty më të pëlqyë Enver Hoxha, për me jo. Ure kam thonë që për mua është figurë historike, por diktatorë ka qenë dhe e qartë. Ki drejt edhe me e kërku që asi sistemin Kosovë. Jo. Na do të luftojnë para sa mund dhe midhëdi. Ti ki drejt, absolutisht ki drejt, do me thonë s'ta kontestoj drejt. Ti kërkoja, ajo është çështje tjetër, kjo është goditje në brez. Nuk po kërkoj unë të rikthehet Enver Hoxha. Një diktator që e ka denu popullin vetë. Po unë thash që një pjesë e mire popullsisë atje nuk mund t'ja më është e kanë qenë të knaqër. Zotë Ramabaj, pëse unë kesh kuptoj me... Dhe në Gjermanin lindore kanë qenë të knaqër. Os kanë qenë të knaqër, nuk kanë qenë të shtypun. Një pjesë janë gjithë knaqër, gjithë sot ma djetë thonë që ma mirë kam jetuar në vitet 70-ta në Berlinin lindor se sa sot. Ti e din që një pjesë në Kosovë jënë kohë të knaqër dhe me jetu në Jugoslavi. Po, e vërtet. Po, a jënë kohë të knaqër populli me jetu në Jugoslavi. Jo, një pjesë që thokon. Kjo është tem debati pas taj. Kjo debatim ka pojtë. Jo, sepse tem debati